Në Saran gjithnjë më shumë prindrit po shfaqin skepticizëm ndaj vaksinimit të fëmijëve. Kjo ka sjellë vonesa në ndjekjen e kalendarit të vaksinave, i cili parashikon kryerjen e tyre në periudha të caktuara për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve. Mjekja pediatre Nilsa Shahini shpreh se hezitimi i prindërve nuk duhet të ndikojë në moskryerjen e vaksinave. Ajo thekson se vaksinimi është një hap i rëndësishëm për parandalimin e sëmundjeve tek fëmijët. Për çdo paqartësi apo shqetësim, ajo rekomandon konsultimin me mjekun pediatër të familjes. Ka shumë vonesa. Domethënë, vaksinat që janë të 1 vjeçarit, e shtyn 3 vjeç, 4 vjeç, ka shumë tani i vonojnë shumë. Si kalendar nikër se zbatohet sipas kohës. Si në çdo vend tjetër, siç është bërë ky trend, nëse mund ta quaj trend, po, janë gjithmonë më tepër skeptik. Unë rekomandoj që të vazhdojnë në programin e vaksinimit edhe të sigurisht të konsultohen edhe me mjekun e familjes, sepse këtu ekziston edhe qendra shëndetësore ku është mjeku pediatër i familjes, që ndjek edhe te pjesa e konsultorit. Gjithmonë të rekomandohen, ndjekje me mjekun pediatër. Shahini nënvizon se kryerja në kohë e vaksinave është thelbësore për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve në komunitet. Për këtë arsye, ajo u bën thirrje prindërve të mos neglizhojnë vaksinimin. Është shumë e rëndësishme sepse rrit shkallën e rasteve, incidentëve, në rasteve të reja që paraqiten me infeksione, për shembull, siç është rasti që përshtohen nga fruthi, megjithëse në Saran nuk ka patur ende evidenca që të ketë raste të tilla, por ndaj është e rëndësishme sepse rrit rastet, por akoma më rëndësishme është komplikacionet që mund na vinë nga këto infeksione. Prandaj është shumë e rëndësishme pjesa e vaksinimit. Unë e kuptoj prindin që është skeptik për komplikacionet nga vaksina, duke patur parasysh të gjitha teoritë, hipotezat, informacionet që marrin nga shumë anë, nga interneti, nga televizioni etj. Por ndaj është e rëndësishme që pikë së pari të konsultohen me mjekun. Në këtë situatë, specialistët theksojnë se informimi i saktë dhe komunikimi i vazhdueshëm mes prindërve dhe mjekëve është shumë i rëndësishëm. Vetëm përmes këshillave me profesionistët e shëndetësisë mund të merren vendime të sigurta që garantojnë mirëqenien dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve.